Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com, unë jam Muhamet Hërlo. Sot do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që ka të bëjë me banimin kolektiv apo ajo që njihet në publik si promotori i zhvillimit ekonomik të Kosovës e që është ndërtimtaria në Kosovë. Ku është gjendja në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë? Pse ka ankesa viteve të fundit se janë rritur çmimet e blerjes së banesave? Gjithashtu do të flasim se çysh është të shku sektorin ndërtimtarisë, cilat janë planet në të ardhmen, pse gjithashtu sipas endit statistikor të Kosovës ka pasur gjithashtu le të themi një aspekt të asaj që thuhet se shumë banesa në Kosovë kanë dalë edhe në kryeqytet, por edhe në nivel Kosove të pabanueshme. Për të diskutuar për këto, se çfarë është ndërtimtaria sot në Kosovë dhe çfarë pritet të ndodhë në të ardhmen, jemi së bashku me zotin Faton Hoxha, kryetar i shoqatës ndërtuesve të Kosovës. Faton, mirë se erdhe. Një temë jashtëzakonisht interesant, për cilën jo shpesh zakonisht diskutohet, por shpesher diskutohet vetëm gjatë fushatave zgjedhore, ku ta diun kur partitë politike i shfrytëzojnë për interesat veta, edhe me akuza e kundër akuza. Çka ka ndodhur? E thash në fillim, ndërtimtaria në Kosovë që nga pas lufta ka qenë promotor pra i zhvillimit, edhe i punësimit të njerëzve, edhe i zhvillimeve të shumta në nivel Kosovë. Prishtina, për shkak të kryeqytet, është shembull i asaj që ne kemi parë. Por sot do të flasim pak edhe për cilësinë, kualitetin dhe se çfarë është ndërtimtaria në Kosovë. Ç'është gjendja sot nga perspektiva e shoqatës? Ndërtimi ka qenë edhe mbetet infuzioni i ekonomisë tonë. Më thonë, hala është dikon të 1/6 GDP-së Kosovës, ndërtimi, nëse s'është më shumë, por to po flasë për donat për të mahershme, nështë para 2 vjeteve, jo të vitit kaluar, edhe dikon 12% të gjithë punësuarve, sipas statistikave të ATP-s, i ka pasën po thëmë deri në vitin 2023, kur i kam donat e fundit për 24 dhe në kjo malo, 25 talo sa përfundu. Ndërtimi, ne jemi shtetë i dalim nga lufta, çka është ndërtu prej mas luftës e deri në prej para luftës, po mëndej, mas luftës 2 përndore, deri në luftën e fundit që ka pas Kosova, ajo veç ndërtim s'ka qenë, më thonë, ka qenë një farë faze emergjente, kur shka mujtë me shdi, edhe kemi këto ndërtime që i kanë bo reservisht organizatat e punës që i kanë shpërnda njerëzve që është numërisht shumë i vogël. Po nëse e marim si rritjet popullsisë, Kosova në vitin 25 i ka pasën pak ma shumë se 450.000 banorë. Me thonë, tash me qëtë regjistrimin që është bo, që është bo regjistrimi, se numra s'po përputhen me... Shpesher, edhe me listës zgjedhore, po, nuk e di, me thonë, është 4 fishim i numrit banorëve, me thonë, për 70 vjetë, se është bërë një shputje në luft. Po mas prej vitit 99 ne, normalisht që kemi fillu, sikurse në aspektin e infrastrukturës, nuk të janë frash vetëm objektet banesore, po janë edhe shtëpit, është infrastruktura, janë shkollat, janë spitalet, më thonë, nëse e marëm, Kosova dikun ka pas ma parë se 400 km rrugë shtrume. Në thonë, tash i kemi dikun të rrëtë 2500 km. Në thonë, që kjo havi zhvillim i ndërtimit është edhe të objektet banesore, edhe të shtëpit, edhe të... Por komplet infrastruktura në përgjithësi. Komplet infrastruktura, më thonë, edhe pse ndërtimtar, sidomos në Prishtinë, kam paru se ajo leja që i paruim na, nuk është se ja kemi bërë të pare për mundës. Ajo leja paruhet për infrastrukturë, për administrimin e lejas, për mbikëqyrjen e punime, për tëm procesin e ndërtimit. Dhe thonë, ndërtimtar kanë hesë shumë ma shpejt, se sa që kanë hesën komunat në përgjithësi. Pe marëm për shembull matin e, si njona për ilagjeve mat mlaja dhe mat zhvillume deri, më thonë tash po bohen dikon, është viti 2025, janë dikon 20 vjetë prej kur është aprovu plani rregullus në matin e, leja e parë është lëshu dikon nëse s'ka bëjnë shkurt 2007. Prej atëherë, e kemi matin që nuk e di sa hektar është komplet, po në atë kohë infrastruktura planifikuar me ka qenë dikon 85 milion euro
për komplet lagje më kryet. Tu po flas veç për rrugë, se zakonisht veç rrugë të llogaritëm si infrastrukturë, po infrastruktura teknike dhe ajo sociale, që i bin shkollat, ambulantat ato. Deri tash moti ne kemi veç një shkollë ndërtuar. Mas realizimit i plot. Pra nuk prej kësaj pibjen që nuk ka mujt infrastruktura për cilë se E thash që komunat ndërtimtar po eci pak më shpejt se komunat. Domethënë, edhe i kemi në një rrugë C përfundume, një rrugë B që ka me të një pjesë pa përfundu, edhe një marrën vezë që është një 70% e përfundume, janë edhe një 2-3 rrugë ndërlidhëse që kanë më lidhë me rrugën A, po edhe rruga A është veç një pjesë e sajna, nuk e di gjatësinë komplet e sajna, po është një 1.2 kilometra në rrugë të para që s'po përfundojnë alo për shkak të lashëve, padosh me hinë pjesën politike. Domethënë, ndërtimtarët kanë hecë përpara pa shkyrë mbrapa. Unë e thash edhe parës, domethënë tarsat e ndërtimit, se po du me dalë në atë pjesën masën e që për interesojnë krejtë, që pse është rritën po, është rritën çmimi i ndërtimit. Ju lash qëllimisht pak me fol ju lash pak qëllimisht me fol faton le të themi për ndërtimtarin, për ajo që është e tha me të drejtë infuzioni numrin e punësorëve. Por çka ka ndodhur, e tash po dalim te tema kryesore për me mujt pak me shpjegu për publikun, sepse ky podcast bashkë me juve është për interes të publikut, për me diskutuar një 3-4 tema kryesore që ka ndodhur viteve të fundit, e one po shkoj te to. E para, absolutisht po nërëm të çmimit. Domethënë, ka një rritje 2-3 vitet e fundit, nështë edhe më herët, tash po bashkë bisedojmë, po ka një rritje sidomos prej kohës së pandemisë, pasaj luftës në Ukrainë, që ndodhi jashtëzakonisht shumë, dhe sot në 2025, për morëm 2 shembuj. Nëse në fushë Kosovë ka qenë metra katror 500 euro para 2 vjete, sot nuk është më, është 700-800 e nalt, edhe i përmende marrën fezën matin e, nëse ka qenë 1.000, sot madje edhe 1.300, 400, 500. Nuk po flas për pjesën e ku e kemi na naktash, lagjen e muhaxherëve e tjera që muj me diskutu. Pse ka ndodhur që kjo rritje faton? Nëgjë, projektet investive, vetë forte që ndërtimtar merren me investimin, duhet me pas një profit në fund ditës. Më thonë, këto ndërtesa që janë bu, nuk janë objekte sociale, por këto objekte ndërtuesi fillimisht biznes, e qartë. Fillimisht i bën numrat e vet, pastaj në kodër numrat e tina përfitojnë edhe tjerët. A janë rrit numrat shumë veç? Po, çfarë po do me dalë? Na duhet me krahasu, nuk mund me krahasu me vetveten. Pse është shkuar në çmimi në para 3 vjetë që krash, pse është sa që krash. Më thonë na, për me pa realisht se ku jemi, me çmime, a është shtrejt apo lirë, duhet me krahasu me rajonin. Për dhe sa rrugrat e shërbimeve civil janë para shumë në rajon gjithmonë mjeta, në dallim të vogël. Për dhe sa rruga minimale është çatë në shtetet e rajonit, na në Kosovë i kemi 2 ose fakt, shtetet tjera të rajonit kanë 2 përparësi në raport me neve. Na në rajon mas porti prodhojmë materiale ndërtimore. Kjo është shumë se ne kemi import. Edhe na në Kosovë mas shtajt e paguajmë tokën ndërtimore. Do thonë, një mesatare në rajon nuk është më shumë se 25% e tokave që jepën për ndërtim. Në Prishtinë ka zëra që ka shku edhe për 2015, po është një mesatare në ashtë në Kosovën dhe frontër 40% e tokave. E tokës. Edhe në fund ditës ka qenë, edhe vazhdo me qenë çmimi më i lirë i banesave. Më thonë, nëse marim Tiranën, Shkupin, Podgoricën, edhe Kryqit, edhe ta Kryqit, Beogradin, ma anina par që janë, s'pe marrë shtu si numër një objekt specifik, më thonë, s'po thonë që janë dhe Tiranës 6.000 euro që ka shku metë katrori i banesës, po pe marrim shtu për banim normal, për një familje që të më zhvillu, se ato gjithmonë ku edhe në Prishtinë ki objekte që ka shku çmime 3.000, 4.000. Po, edhe varet për zonave, absolutisht. Varet për zonës, po ato që është marrë koncentrume, domethënë që ajo që e bën që në fund ditës 20 objekte në matin e, edhe një në mall muhaxherëve, ose në lartrishte,
edhe pse shitet 1200 atje, që 3500 ta të motit e mujnë, si vlerën total, apo kupton? Do thonë edhe si numri i banorëve si krejt. Çfarë do të thonë? Kosovë hala është çmimi më i lirë për metër katror. Po pse kanë hyrë çmimet prej 700 euro, që ka shumë, ose të druante 900 që është mesatare e Prishtinës 2020-ën, janë shumë faktorë që nëse mund me numëru 3-4 faktorë kryesorë. Faktorët kryesorë e çmimet e materialeve ndërtimore, që e kemi hekurën në raport me 2022 për një 45% mashtrajt, betonin për një 25 deri 30, se shumica prodhohet to, do të thonë lënda e parë që është guri dhe cementi janë alo prodhime vendore, edhe pse se plotson fabrika në Elbasan kërkesën për komplet ndërtimin në Kosovë. Po është kryesisht për Shqipërisë që nuk kemi bariera, do të thonë nuk kanë farkos të shumë të madhe në raport me vendorët. Po materialet kryesore që hekuri e shkujton në armatura betoni, shto dyja, po? Po hekuri për ndërmjetërisë s'është veç armatura, të ka dhe elemente tjera. Elemente tjera të gozhda të këtej janë ato hekur. E qartë. Hekuri, cimentoja edhe druni që janë tri materialet kryesore që i përdorim na, me thonë mesatarisht, se edhe sasi shkojnë që të si vlerë gjithmonë është të njëjtë, më thonë cimento edhe hekuri në për objekte, është për një 45% me mashtrajt. Por to kemi edhe një detalj tjetër mësë nej. Që ka si faktori i parë edhe kryesor njëni? Po, tash kemi edhe një tjetër detalj që fuqia punëtore. Çka ka ndodhur me fuqinë punëtore? Po e forti që si pas zërave prapë, s'po du më marr as me inten statistikave, as me politikanë që përdorin për gjatë fushatave, jashtë fushatave për konsum ditor, po ka zëra që në vitet e fundit rreth 170.000 njerëz kanë shkuar Kosovën. Potencialisht prej tyre një 80% janë kraj punës, nuk kanë shkuar atje as plast, as fëmijë, kanë shkuar shumica janë punëtorë që kanë shkuar. Do të thonë i kemi sa punëtorë që i kemi, që sasi punëtorë që i kemi. Po nëse Prishtina vazhdon mi pasën mesatarisht 900.000 metër katror ndërtim në vjet. To po flas objekte banesore, krejt leje çaj shanse. Tu hinë edhe shkollat edhe shtëpiat, po si ndërtim. E kemi gjarruar që është komunë shumë e vogël në raport me Prishtinën, momentalisht në vazhdu 600.000 metër katror. E kemi Prizrenën, që është shaty me Prishtinën. Te Prishtina është më e lehtë se ka dhona për se cilën leje, do thonë si vjet deri në shtator, deri në mes shtatorit që ka dhona në online faqen e komunës, janë shumë deri në 860.000 metër katror leje ndërtimi. Do të thonë që deri në fund vitit potencialisht mundet me rrinë 1 milion shit. Do thonë nëse Prishtina është të ndërtu 1 milion metër katror. Edhe këtë vende tjera janë të ndërtu. Pimorim komplet bashkë 1 milion metër katror, jemi të folë për 2 milion metër katror në vjet. Pro që s'ka as njerëz që mund me të ndërtu. E qartë. Tash mos tin në normativa ndërtimit, me nxjerrën sa njerëz do të për 1 metër katror. Faton, a muj me ndal për 2 se i ke përmend? Jo, okay, po jo çaj shumë kërkesa e madhe për punëtor. E qartë. Kërkesa e madhe për punëtor ka bërë si çmimet e punës crowd që i thojmë na, me u dyfishu, e disa raste edhe më 4 fishu, disa pozicione më dhurë. Për me përkthysh për ata që janë të podcastin. Pi bjen që janë rrit rrogat ose kanë pas kërkesa me rrit rrogat. Po dhe rrogat janë rrit, po që në këndë vurle në herë, rrogat ndërtimtari. Më thonë një mjeshtër edhe në vitin 2000, do më thonë para 5 vjetë, para tyngës krizave, pandemisë. 2020. Po, e qartë. Po, një mjeshtër në vitin 2020 ka pas edhe deri në 4.5 euro që shparu për orë. Në që nuk është kanë që me mi vogël aja për sot kjo ka shku Kosovës. Po tash ata një mesatares, po sa e mund me ndryshu edhe nga nashta komuna api komunës, ku ta djone? Po tash ata punëtor që e lamës atje që dalin me ushitën ata punëtor që i kemi në secilin qytet, kërkosh për tyve pa një 50 euro për medicje, sa ta sfolin me orë për medicje nuk vjen. Më thonë, që është e punëtorit kraut edhe specialistit në ndërtim të punë të vrashta kryesisht, ajo e bërë një pjesë më të madhe. Mos tin masë të detalet të instalues të rrymës të instalues të pjesa tjetër, absolutisht. Nxemjeve që janë ato e përmande. Krahasimisht tani herë disa çmime janë gati sa
në Gjermani, po them. Edhe Me marrë Gjermani. Çka i bjen kjo faton, pastaj për me përkthyte çmimi. Kjo pastaj çmimi u rrit te na qytetarë. Që banesat halojnë lirë, më në bleni se halojnë lirë banesat. Ka dalë se halo lirë, jo, nëse pe krahason me rajon, ki drejt, për shembull, metra katron në Tiranë, në qendër Tiranës me Prishtinë. Jo, leje qendrën. Edhe ajo krahasohet, se është dy fish, domethënë. Po i marrim lagjet periferike të Tiranës, ku ka banë më masiv. Prapë është dy fishe. Nimi është dhonat më sarta se ata janë pak përpara neve, kena mi pasën ka funi vitit ose deri në mars, kur pra më bu rivlerësimi i pronave. Edhe shohëm sa ramëronën sa është çmimi mesatar në për zona, sa ata kanë cartuar për zonë, nuk çashtu do tatohen edhe flet, na nuk e kemi ndonjë ashtu, po është dy fishe. Mos dy fishe në Shkup. Në lagjet si Çajiri ose aeroporti, që nuk janë lagje bashkë, nuk janë si Klark Poshtë, se komuna, se ke shto thonë Prishtina qendër. Si komuna qendër, po. Si komuna qendër, çmimi është diku te 1800 euro për metër katror. Okej, te na shitet bruto, atë shitet neto. Është një dallim këtu, një 2-13% varsisht prej projektit që asi. O do të thonë, ta janë diku një 40% më shtaj se na. Shkupin e kemi mas ndrote, prej këtë mas ndrote kemi Shkupin. Do të thonë, nuk e di a janë rritë çmimet e punëtorëve atje, por të na... Tash, i përmendin një 3-4 çështje të cilat që po du mi diskutu edhe mi analizu bashk. E përmendin, e para këtë bëj me, e arsyetum që kjo që ka të bëj me pse janë rritë çmimet. Pra, pse janë rritë çmimet, i dhom një dy shpjegimet të cilat ju i sheni nga ana e shoqatës. Dhe kjo tash faton është i bjen që çmimet pra se është diskutu. Për shkak që dul që një numër i madh i banesave në Prishtinë, si kryeqytet, është i pabanueshëm, madje 30-40%, dhe shumë kush e diskutojnë që kjo pi bjen që diaspora i ka kryt blimet, Kosova u mbi ngarku me të blime, ka mungesë të blerësve, dhe tentativisht kjo mund të bie me çmimin e blerjes së banesave. Po, prej asaj që i tha ti, kjo nuk ka në qendron. Po qendron, se momenti që kish rro blerja, kish rro shitja, se kërkesa për blerje. Nuk shenë shu 900.000 metra katror leje në Prishtinë. Treja. Për 860.000 sa këndë në shtator. Pra ka kërkesa treja? Ka kërkesë, për të sa, a e marim për shambull, a tirim zgjedhën në ndërtimtar te, cilën dush mall, edhe që unë e di që është të ndërtuase, edhe për tirëm telefon për pysë marrona e banes pashit. Që është të ndërtu. Pse po ndodhi kështu ata më njerë, jo, më ka ra me pyetje, na pyes, sikur se ti si jone, po më na pyesim, edhe janë shitje, ka shitje shumë. Ka shitje. Po jo, absolutisht se aty ka zhvillim. Ka zhvillim, normalisht. Po. Jo, unë me po Prishtinë e re, kanë ndryshuar pamjen janë 2 vjet e fundit. Më thonë nuk e ki ma atë kodrën atje që më shemë po edhe Brezovicën prej Prishtinës, po tash e kini një mahall 3 komplet atje, edhe është nuk ka banesa me ble. Shko, e thirëm, e zgjedhëm në ndërtues, e thirëm stash, të lajt. Në telefon e pyes se markon e banesë me shit. Pra ka kërkesa, nuk ka kërkesa. Pra nuk do të ketë rënje të çmimit, çka do të më dal. Jo, dëgjom. Po çmimi nuk e determinon për shumë kërkesa. Po kupton. Ka pas kërkesë më të madhe në 2020-ën, është ta? Okej. Sipas zërave, po çmimi është konën çaty kur ka pas vënën. Edhe që tash po them çmimi ka çaty kur ka vënën. Do thon nuk e përcaktojmë na sa po dojmë me shit. Do ka vende specifike, ndoshta në qytet që se koste janë të ndërtimit, është si në matin si në mall magjerëve. Vetëm se toka këtu ndërtimtarët vetë kanë çuar çmimin e tokës, që është abnormale, 50% plus që s'ka, kërkon nuk ka me atë kostë me pagu tokën. Mirë po, çmimi si afërsia nga qendrës, po tash nuk e kemi qendrën veç sheshen që me gjos do të bëhet dhe Vlamuri, po qendrë është edhe rruga, bje qendrë është edhe në mshira e rruga që rabot, po jenë bëhet disa qendrë në Prishtinë, dhe në është po, jo nuk është mo qendrë, jo në se cilat qendrë në veti, realisht. Nëse him rrugës Ceqe tash, për rreth rrugës, mundet më konë të ushit në e banes që ka ble dikush diçka më të madhe, është ka shet ai që ka ble. Po ndërtues nuk kanë banesa po shit. Po ta them me përgjithësi. Jo, po menoj. Nuk ka nështë ai diçka që ka nol me qëllim. Po ndryshe, nuk është problem shitja. As rrugën B, as në komplet mati nuk është problem shitja. Por derisa
po vazhdon më ndërtu dhe ka kërkesë vazhdueshme. Dhe ka leje të reja. Ka leje të reja, ku është ajo me çka ka rrë të përfundimi që ka më ka rrë kërkesa dhe ka më rrë çmime. E lejet e kanë këtu e përmendëm na, domethënë betoni, armatura dhe pjesëra çmimin. Po edhe lejet tash edhe një çështje që ka të bëjë me legalizimet dhe pranimin teknik, e kanë rrit tani edhe këtu çmimin final. Gjë, banesat normalisht i shdoshtëm që është qashtu edhe me ligj. Po na kemi ndërtu standard në bazë të tonave që i kemi në vendin tonë. Që është një farë standardi, po e kemi kriju që ato. Më thonë, një farë forme, investitori në Kosovë është investitor bashkë me që ata që blenë rrugës. Sa ata po investojnë në objektin e tyre. Normalisht që funksionon në botën normale, investitori i çdo është për bletë rrugën, normalisht me financim bankës se parët e veta janë vlerat mëdha që pak njerëz që pas mundësi me mbulu ato, e financon ndërtimin, bëhet pranimi teknik, inspektimi final ose jepet leja për ndërimet, masën e fillon shitja, edhe fillojnë me hi njerëzit në përbanesa. E qartë. Këtu jemi të e bo rrugës, faktikisht. Kjo po ndodh rrugës. Tu është edhe një problem që ndërtimtarët, edhe pse janë qeneratorë dhe këtë numrat kallëzojnë që ase, bankat hezitojnë me financu, se po thotë biznesi rrezikshëm. Okej, ata kanë vlerësuar që ashtu në rregull. Mira që po financojnë vlersat. Kemi bërë disa për shembull një marrëveshje tripol që po mes ndërtimtarëve dhe bankës që mi financu vlersat, pa pas nevojë për hipotekë. Pra nëse ka rrezik ne barem vlersat me vlersat mi financu është një farë forme investim indirekt, po me financim indirekt. Kështu që nëse dikon ndalë është liru dika tjetër. Puna e legalizimit ka ngecë, siç ka ngecën në tëra shtetet e jonë, Greqia ka problem, që është shteti i Bashkimit Evropian me legalizim, por këto të na, unë nuk e di, parlamenti jonë, për ku dalin qeverit, e bën një ligj, edhe e din që për atë ligj duhet punëtor shtesasi, komunat duhet me marrën punëtor me kontratë mbi vepër, që kanë 6 muaj ose 2 herë ka 6 muaj, edhe tash lanë përsillen për një zyrtar tjetër, unë e di që nëse marrëm se është edhe aty një farë databaze sa ka, janë dikon 1400 ndërtesa në qatë databazën që ka sektori legalizimi në Prishtinë, 1400 ndërtesa kolektive që kanë kërkesë për legalizim në Prishtinë. Se edhe këto që kanë leje, por kanë ma shumë se 2% shtesa që gjithmonë mund me dalë, ka rritën në kulma, e kanë ndryshu katin e ka bo prej banesave ka bo lokale, ku dion e garazhat i ka bo lokale që ndodhin ato gjithmonë, dhe më thonë ajo është në legalizim. Më thonë çdo objekt që i ka kalu, që është ndërtu para gushtit 2018, edhe i ka kalu me ma shumë se 2% metra katror, dhe ato shkojnë në legalizim, edhe pse kanë leje ndërtimit. Edhe prej 1400 ndërtesave, nuk e di numrin e saktë sa janë legalizu, po vetëm mundësi që e kam une, kurreshës me hinë matë edhe me pa se parcelat janë domën gjo për talë, po në momentet që legalizohet dhe se bëhet pranimi me ndërtesës, bëhet edhe një vizatohet paracitet në gjo për talë me të kushe edhe ndërtesa. Shumë pak kemi me të kushe në matin e, për të që lagja për parave që ka fillu me ndërtu, e që është që ka ndërtesa ma shumë të Prishtinë. E pse nuk kanë gjithashtu për shkak, e di që kom diskutuar me kandidatët për kryetar të Prishtinës, për shkak që kryeqytet, numri më i madh i ndërtimeve gjitha këto, gjithashtu të pranim teknik. Për shkak nuk kanë shumica e banesave në Prishtinë pranim teknik, në anën tjetër komuna i merr taksat që duhet mi marrë. Ligji i ndërtimit që është prej 2012-s në fuqi, e ka një formulë shumë të saktë se çysh bëhet tarsa administrative. Prishtina, që një 12 vjet, është të marrë 10 fishin e sajna, mesatarisht. Okej. Formula është shumë e thjeshtë. Shumë është e thjeshtë. Buxheti i drejtorive që merren me ndërtim plus sektori i ndërtimit në inspekcion, buxheti vjetor i tyre pjestu me metra katror leve shumë vitin e kaluar. Nëse çdo drejtori, shpenzimet e veta, i kanë ka 50 punëtor. Prezon çto planifikimi, urbanizmi, çfarë të thotë, 50-60 punëtor. Janë për marrë 150 punëtor janë krejt. Nëse administratës tonë që janë profesionistë, ata i kanë rrugat pak më të mëdha, dikon për që ta
sa milion janë vjet rrorat e tyre. Në që janë ka sa është mesatorja 700-800 euro, apo? Po. 150 punëtor, ka 800 euro sa bojnë ata? Bojnë diku 120.000 euro në muj, apo? Për tën vitin bojnë 1 milion. Hajde edhe 1 milion i kanë shpenzime tjera, është 2 milion euro. Po që në i kanë 3 milion euro. Pjestu me 1 milion metra katror, nuk du të më konë torsa 6.5. Torsa administrative në Prishtinë, po du të më konë 2, 3. Po nëse do rajitëm sartë, so e kam bugjetin, me numrat e bugjetit, del dikun të 60 cent, 65 cent. Ta e marin 70 nuk rëtuj punën e vetë. Me që të pare e paguim, me që ato 6 euro e gjys, nuk paguim për infrastrukturë. Po na vetë, ndërtues të paguim që ata shërbjus civil që janë atje, për menaxhimin e lejeve, për inspektimin e objekteve, për planifikimin matutje. Tu të nasë pëndodhë kuqe me planifikimin, se ka që një 6 vjetë që harta zënalje, planë zhvillimore, realisht harta zënalje në Prishtinës nuk përkryet, e kanë kryrë për mund atë vogla, harta Prishtinës nuk përkryet, gjithmonë ka nivou 2 ma part aty, se me gjash ka interes, apo... Të ndryshme, që ndodhen, po... Plani zhvillimore në komunës është shumë ma shumë se interesi cili do ndërtues. Më thonë se jemi të folë për Do në zamë, për kësë roli kemi po dhe shumë kanë interes për me hinë asamblej komunale. Komplet mandatin e dytë të ish kryetari shpendit, është diskutu, është punu, asë në fund mandatit ka dalë në votim, edhe nuk është votu se s'po dojna me ta votu. Po, su votu as tash jenë në fundit e din... Që aty do është ta medalën. Prap të nuk u votu. Se s'ma këriti mu koeficiente qëto, s'ma këriti koeficiente që atje. Nuk borën ta numra ashtu. Thonë qytetet do më zhvillu që ashtu që do më zhvillu. Nuk mund është në matë që të ka kryj për mi 50%. Si pas planit parë, ku fit ku i ka matin e, më që tash me thonë, jo keni marën me 3 koeficient, tash pisotit është 1.8. Do nuk mundet me ndodhë. Po është parimi barazis, po të koptaj. Ose, jo i keni pas 1.8 tu, po mas i tash kanë pas 3, tash edhe ju e për japëm 3. Janë disa vendime që janë marën, janë do mrena për mrena lagjes, po nuk mund është të me ndru, të krye infrastrukturën se i ki marë paret për qatë infrastrukturën, nuk mund është me ndru mrena së lagjet, cilin dër plan zhvillimor bëne, cilin dër hartë zonale bëne. Njëtë për emshirin, nuk di që ka pas në plan regulus, në i ka, që u shkonën 12 vjetë në shikim. Pre 2013 se së ka bëj, ose 2015, jo 2013 se bashkë me Arbrin ka shku, Arbria është krynë 2015 në shikimi i planit e rullus të emshirit ose kalabris që i kemi, është aprovu vjetë. Edhe është aprovu prap me të lashe, jo ma boni, jo stacioni, jo interesat, cilat interesat ose së përkutej. Dhe me zhvilluat malë, ose dhe me zhvilluat malë. Pasaj numrat janë i përcaktë të dikush tjetër aty. Tash interesant, po na shkon edhe koha në diskutimet në këtë podcast ku diskutum për tema të ndryshme që ka të bëjmë me sektorin e ndërtimtarisë dhe jo vetëm që ka të bëjmë me çmimet, po një pyetje që nuk muj me pa e lënë pa diskutuar na bashkërisht është, e tham, çmimet, por cilësia e ndërtimit. Kur flas për cilësinë, gjithmonë kur nuk inshallah kur s'ndodh, po mbien mend ajo që e pam na jo shumë larg në Turqi, ma termeten e madh që ndodhe, edhe ato shembja e atyre banesave dhe komplekseve. Termetet janë të paparashikueshme, ato mund me edhe cilësinë më të madhe, por sot ç'është cilësia e ndërtimeve në Kosovë? Dëgjom, unë inxhinier në ndërtimin nuk jam, por kam studiuar ndërtimtari. Edhe jam të njëjtën që punoj ndërtim, që ashtu një familje baba inxhinier, ashtu, domethënë të njëjtën më marr me ndërtim. Një gjë di që për të i krejt për thonë po folë që për të folë në kafe në tash, këtë podcast. Bashkëbisedim po mund, po? Për të i krejt egove që mund një pas ndërtimtarët, për të i krejt qijave që mund një pas ndërtimtarët, për të i krejt shameve që mund një marë prej politikanëve, një losje... Shpesh edhe si mafia ndërtimit, edhe tjetër. Mafia ndërtimit ja rëndon përgjigjen kryeministit mos e ka përmen ato, para 4 vjete. Për nëzjedhe lërvallet 2021, po, mos se ra përmen, me qos i ka bo punë, përgjigje eme. Ndërtimtarët e kanë një tutë, të thëmë pështu ma shkuart, që të bjertë nuk jem rashti kompira, po jem rashti 20 familje, 30 familje, 50 familje. Kalkulimet që i bojnë inxinjerë, më thonë asile nuk mundet me umarë, pa e pas lorërin statike. Nuk njoni inxinjerë
që qënë rejtë statike, pa bollë rejtë statike. Da, shtarkone, po shtu nuk një. Nuk një, une ndërtimtar, ose shumë klaro me pasë të tërku një ndërtim, që për ashti do armaturë ma partë se për kursej. Ki ku me kursej? Më thonë në kursejat, në strukturë, të partën për strukturën e objektit. Okej. Për strukturën, nuk bojnë me marrë me garanci, se tërmeti, asnjë objekt nuk bëhet për me rezistu çfarë do tërmeti. Objektet bëhen me rezistu dhe sa dole njerës. Se njerës të bojnë objekte. Objekti, nëse njerës të shku, në threnë objektin kom sa dënë, që duhet puj, po nëse objekti të arrohë, njerës të mështu, që ta njerës e bojnë objektin prapë. Më thonë, nuk bëjmë me marrë me përgjësio, Jo, po flasim në aspektin general, e vërtet, po flasim në aspektin general të cilë, po nuk besoj, të i njoftën shumicën prej ndërtimtarëve, nuk besoj që në njoni del për të jasojna që ka bu, nuk e merë përgjësin ati tjetër, sidomos të strukturat. Më thonë, muj me qitë dritare matësia që ndrohen plaka se, po të struktura, të boza, themelja, të themeli të struktura objektet që është qërë kryesorja që e manë objektin, nuk besoj mundë me pasë në objekt probleme, mundë me pasë plasaritje që të na quhen qamje, edhe ato janë kontrollume, ka ndërtimtaria është problemi kryesor është nështë që mas partë ndërtimtar për mërë me ndërtim këso. So, për thomë shtu se, po, kanë ndryshuar pak që ky koncept, ka filluar gjithkush më marr me. Po ndërtimtaria është proces, nuk është vetëm një sen, edhe me bledh armaturë, me marrë doktor, me marrë një leje, po është një proces pak më i gjatë, do të thonë ka studim turkës, për më bua ajo strukturë. Jo, shumë faktorë që e bojnë një ndërtesë, që na më fund ditës e shohëm si një qelës banesës me himrana që i kibdjo dhe ma gjumin e salon. Më thonë, për me mrit, ajo është kërgjë një farë punë, kërgjë njerëz janë përfshim aty. Nuk është atok, nuk bëhet atok, jo. Ti më bëjë intervistë me mu, po në rajis statikisht, më nëshme. Apo këtën është, sa e përke strukturës, edhe njerë për të thëmë. Me përgjësion e që janë kretë objekte, se për mëj me folë për që ato që na, kompania jeme i ka bo mbëqyren, i ka bo projektimin e tyme, ose jëmë kronë proces ato. Po dhe që aty të ndërtu, na i kemi po dhe përshin që po banë. Një çështje e fundit që po du me përmbyllu me qëto faton është që kur e morëm edhe këshirëm statistikisht Kosova, numrin e popullatës, kërkesat, është përmend, është diskutu në mesin e ndërtuesve, architektëve, diskutantëve që le të themi 2030 do të jetë madje edhe më herët ka pas, po tash është tu 2030 kur do të jetë pithoma i fundi i kërkesave për ndërtim në Kosovë. To e përfshi numrin e banorëve, pra numrin e banorëve sa e ka Kosova në atë listën zyrtare edhe të KQZ-s të regjistrimit. Prishtina o zgjeru jashtëzakonisht shumë, do me thonë, zonat të cilat i diskutuam na viteve të fundit, por a ka kështu le të themi ju e dini pak më mirë, a ka ndaj farë fundi kur pritet kjo keni me vazhduar sipas kërkesave? Na Kosovarët nuk jemi sui generis veç për punë shtetë. Që i bjen edhe këto? Në të na aspektet jemi sui generis. Më thonë, për të resar krejt bota, vitin 99, u përgradit me miljarda për mi këty 1 milion Kosovarë mrena, e mrena mas 2 javë janë këty komplet, në shkune për shpijat veda, kanë fillu mirë rullu shpijat, edhe kjo puna e ndërtimit anale 2027, si pas një raportit bonus pëtnore që u bon 2018, e tash 2030, nuk isha bazu shumë në to. A di kush e në ndërtimin? Momentin që unë e si ndërtu se nuk kam blersa. Pra, deri sa ka blersa? Për deri sa ka blersa. Edhe për deri sa hotelet në Prishtinë janë në masën 70% shfrytzuar në vjet. Banesat Airbnb, që është disasi ato që atë me gjas për ka kalua njëna ose treja i ka po Patrita Dhesës, kone e kush atë. Për dhe sa ka kërkes të, pra nuk do të kenë ndalje. Do t'imi s'ka me ndalje. është një sen tjetër, të ose treja, edhe pse s'do shta më morë me numrat e tyne, po shko një detalj që më ka bo për shtypje, të numrimi i banesave të lira. Po. Ta e kam posën, nëse një objekt i ka 50 ndërtesa, 50 banesa, edhe ta kanë shku të qaj objekt. Nëse veç një familje ka hi, tjera që janë në proces, ta i kanë rejt 49 që janë thota.
Që është ka ndonë ka numri 30.000. Mundi me verifiku to që po thonë. Më thonë ta, nëse në ndërtes ditën që kanë pas më shku në qatë mahall, ai regjistruese, edhe ka hime një ndërtes, që veç një familje ka më rri, u kon maj i ka pas atat mobileve të njofshëm, edhe ka përtry banesën e vetë ma herët, edhe 49 banesë atjera në konë proces, se masi ty ndërtesa që për mqesa na i dënon një 2 muj arredim që thonë të një mobilje me trajnë ka pak atat mobiljeve shtu atën, vonohet pak procesi, po. Ta nëse kanë shku me një ndërtesë, edhe veç një është konë aty, e kanë ora i që 49 janë të lira. Për sa do të s'ka ndorë statistikisht. Ata numra s'do të më marrë. Mirë, e fundit e them fillim, e po du me që thot fundit. Nuk është se shpesher Prishtina o kërështeti, administrata, institucionet të gjithë, po nuk është të ndodhë zhvillimi e ndërtimi veç në Prishtinë. Ku janë 3-4 destinacionet kryesore që i keni vrejt, që ka përveç Prishtinës, si përmendin Shkodër, po du edhe njën me ripotencu, që është duke u bo, le themi, krasësht me rishë nështë ofër si Prishtina. Po në qatë në gjitha shtetet e mëllaja të Kosovës, më thonë, se tani mëllaja më milurajit me numër banorit, me territor, ose me potencial ekonomik. Për ashtu Ferizoj është i dytë, në Kosovë. Së është si territor se me numër banor, po si potencial ekonomik. Po në tëna, Prishtina, Kosova i ka 7 regione, që se cila për ty me ka i kryq shtetë, më thonë. Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Gjilani, Ferizoj, Gjilani, më thonë që shumë shelet rrethi. Se cilën për ty me kryq shteteve, ty me regioneve, ka bum të timit. Më thonë Gjakova që është nështë nuk e di, është interesant, nuk e pas në ditë për Prizrenin, për Ferizojnë, për Kosovën. Duket që është komuna ma e vogël, si qytet po foli. Nuk po foli me këto rajonet si fshatra, po si qytet. Në thonë kena mujt tash në zgjedhje mi marrë me, po si mi marrë shumë ta. I ka 600 metra katror të ndërtu. Unë i di 2 komplekse në prezent, veç 2, që i kanë 2 jatë bashkë i kanë 200 metra katror. Ka shkën Prizrenit ka bashkuar me Nashecën, që është fshat i Prizrenit e këtu. Është shumë larg, po është ka bashkuar me ato. Do thonë, to venet për rreth, me gjas, Prizren, Gjakov, rreth kufinit me Shqipnin, edhe deri te Peja, ka shumë vlerësa edhe prej Shqipnisë. Do thonë, regioni i Lumës edhe kënena ka deri ka Bayramsuri, Qyveriu, ta malet e kanë marrën me jetu në Gjakove në Prizren. Atë mi kry këtë shërbime. Edhe mi kry këtë shërbime, se sa më shumë Tiranë. E vërtet. Më thonë me pas kryeqendër Tiranë. Më thonë, këtu, pra po thëmë, në përmbyrë me një fjallë, jemi së generis. As nave se dim qarë po aki. Okej. Po e përfundojmë këto, deri sa ka vlerësa dhe kërkesa, nuk do ndalen ndërtimi. Faton, hoxha faleminderit shumë për këtë diskutim, por shpresoj që me këtë diskutim kemi arrit me shtyllun e temë jashtëzakonisht interesant për publikun. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, ishte kjo e tëra sa i përket përballje podcast të sotëm, ku folëm për ndërtimin, ndërtimtarinë dhe një temë, një infuzion që i ka dhënë ndër vite Kosovës. Faleminderit shumë.